Para se të filloj me ligjëratën e sodit, përkujtoj vetëm dhe juve se ne jemi në ditët e fundit të muajit të Ramazanit. Dhe muslimani, jashtë obligimit që e ka gjatë muajit të Ramazanit që të agjeron, e ka edhe një obligim që ka të bëjë me Ramazanin. Ajo është të nxjerrë nga pasuria e vet sadakatul fitrin. Sadakatul fitrin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruajtur si pastrim për gabimet të cilët janë bërë gjatë muajit të Ramazanit. Ka mundësi dikush tukon ai agjerueshëm i ka shkusini diku. Ka mundësi dikush ka ndëgjuar diçka që nuk u ka dash, jo me qëllim, pa qëllim. Ka mundësi ka prek dora vet diçka që jo me qëllim, koma vet ka shku dikon jo me qëllim, dhe kjo mund ta njollos, apo mund ta dëmton, apo ta degradon me një çfarë lloj mënyre Ramazanin, agjerimin që e ka realizue personi në fjalë. Për çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka emëruar zakatul fitr. Ka thonë zakat, domethënë pastrim i asaj që kikoni agjerueshëm me i dhon njerëzve me hangër. Me i dhon njerëzve me hangër. Sa duhet të jetë zakatul fitri? Zakatul fitri duhet të jetë sa është një porcion i ushqimit që mund të hanë një njeri. Sa është një porcion i ushqimit? Tash porcionet e rëndomta. Porcionet e rëndomta janë 300 denar. Porcionet më të ulta janë 300 denar. Ndërsa porcioni si llogaritet zakatul fitri apo sadakatul fitri, llogaritet në bazë asaj se ti si ke hangër të shtëpia. Në qoftë se ti ke pas porcionin të shtëpia apo në restoran ku i ke hangër 1000 dinar, nuk mundet të jetë porcioni që jep të sadakatul fitr të jetë 300 dinar. Por duhesh ta japsh minimum 600 dinar. Pse? Se ti ke hangër vazhdimisht 1000 dinar. Okej, i hipët ajo mesatarja 600 dinar. E tash, Bashkia Fetare Islame të ne e ka para pa 300, 400, 500, 600. Pse e ka para pa ashtu? Për atë arsye se kategoritë e njerëzve nuk janë njësoj. Çdo njeri jep sadakatul fitrin çaq sa e ka porcionin e vet të shtëpia. O që ka restoran që i ka 20 euro, nuk tham vazhdimisht ta llogaritish me porcionin e restoranit. Por në qoftë se të shtëpia e ki startuar me sup, pin hurm, sup, e terin në mërsir, 3-4 lloje, llogaritës se sa do të dalë harxhimi, çaq është sadakatul fitri. Çaq është sadakatul fitri. Sadakatul fitri është obligim për çdo musliman që e njeh në veten që është musliman, që bart në veti edhe shpirt. Këtu dietarët e mëdhej kanë thonë edhe fëmia, foshnja në barkin në mitrën e nanës, në qoftë se nana e ka një fëmijën që është gjallë, ka lëviz fëmia, e ka një që është gjallë, ka një rrahje të zemrës t'i punojnë, obligohet me dhonë baba i vetë sadakatul fitr edhe për fëmijën që është në bark. Sa antarë shpijes ka, qaç ka o me dhonë sadakatul fitr. O, që për mu be m'japin fitre, anim se t'japin ti fitre. Edhe ti dush me dhonë fitre. Ta shioj shka dhe me dhonë me një fukara. Anim se ti e fukara. Edhe ti ki me dhonë në bazë standardeve që i kije. Po mirë, parashtrohet pyetja, kujna i takon sadakatul fitri. Në çdo vjet në Ramazan e shpjegojmë këtë, dhe xhallar në për xhamia, dietar në për derse, Allahu xhalla xhelaluhu i ka përshkruajt sadakatul fitri edhe zakatin në një kategori. Çati që i takon zakati, i takon edhe sadakatul fitri. Po mirë, kush është ai që i takon zakati dhe sadakatul fitri? Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an fa malafta astaghfiru billahi bismillah innama as-sadaqatu lil fuqara. Tha sadakaja për zakatul fitri i takon fukarajës. Kush është fukara? Fukara
është ai i cili ka me hangër sot, ndërsa për nesër nuk e dia ka. Që këtina i thënë fukara. Kisë si ka rejnët. Pastaj ta wal mesakin. Fukara dhe miskin. Kush o miskin? Ka thonë miskin është ai i cili ka sot hajën 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, ndërsa nuk e ditë deri në fund të muajit, a mund e qetë me rogën e veç ka e ka se 10 ditë e fundit, 5 ditë e fundit, a janis me përjetu një krizë. Këtin e dhenë miskin. I takoj ka fukaras, i takoj ka edhe miskinit. Wal amilin aleha, i takon pushtetit islam. Pushteti islam që punojnë me zeqatin, e ngrubullojnë zeqatin për njerëzve edhe ato punojnë i kërkojnë fukarat ku janë, mesakin ku janë, edhe ja uqojnë ushqime të shtëpia, ja uqojnë ndihmën të shtëpia. E këto aktivistat punëtorë që janë në shtetin, në pushtetin islam, këto marrin nga pasuria e zeqatit. Wal amilin alejha wal muallafati qulubuhum. Ka thonë edhe i takon zeqati apo sadakatul fitri kategorisë e njerëzve për me ja uzbut zemrën. E kje një kojshi që është jo musliman, qofta jo krishter apo jahudi, jo musliman. Qysh më rehoqë edhe jo muslimanit i takon? Po Zotit që të ka thonë, s'ku më thonë unë, ka thonë Allahu dhe gjela. Thotë shkoj jepi edhe ati zekatin apo sadakatul fitri. Nimoji. Qysh më me nimoha shkia që ka në të bon? Po, nimoji për t'ja zbut zemrën ka islamin. A dini sa njerëzi kanë pranu islamin kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thonë. Ka një njeri edhe i ka thonë, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jep mua. Pejgamberi sa i ka thonë, ep janë 5-6 dele. Ja ka thonë, bero malo. Ka thonë, ep janë edhe 5-6. Bero malo, ka thonë, ep janë edhe 5-6. Deri sa u ka bon një tuf e madhe e deleve. Sahabët janë çudit. Ka thonë, qish pejgamberi Allah, musliman plot që kanë nevojë kja e po t'i muslimanit. I ka marrë aje dhe ka shkuar te populli vet, kur e kanë pa populli vet gjitha të dele i ka dhonë te Muhamedi a.s. I ka thonë, pikaj të ardhë, ka thonë, jam të ardhë pej Muhamedit a.s. Ka thonë, o ju njerës, pranoni fejen islame se Muhamedi jep nuk tutët kur prej fukarallakit. Qëre, ja ka zbut zemrën, ja ka zbut ahlakin, ja ka zbut shpirtin, edhe aje ka pranu fejen islame. Po jo me adhon një dushmanit Zotit, me adhon një këshijes që ka e kije, i sjellshëm, kur nuk ban dam, kur nuk ban sen, e shese interesot për fej, interesot, me ja zbut zemrën për islam. Wal muallafati qulubihim wa al-gharimin alayhim. Ka thonë ata të cilët kanë borç. Kanë borç edhe së ndel për borçit. Si ka punë të mirë, shkojepja zekatin, shkojepja edhe sadakatul fitri. Sepse me u shpëtu prej borçit është një gëzim shumë i madh për atë i cili din ta vlerësojë. Ku jemi këtu te borxhi, sot njerëzit i kanë bërë ftyrën beter se laknës. Vjen edhe është në zonë, e thot apo më jep 1.000 euro, jam keq, jam kështu, jam ashtu, valla billa thot ka me t'i kthi për 3 muaj. Ti qo është ti një mosh, se është se vabi madhë me dhonë borç njerit me aletua sikletin, po a i shka ban e keq përdokrat. Atë valla billa shka e ka marë borgjë për ti s'ta kthen, kalojnë mujtë, kalojnë vitet, a i stjep parët, a stjep të dush me dorja të dhonë, më shku me marë me kohë. Këto janë kategoria e njerëzve që në ditën e kiametit kanë me dhonë shumë llogari. Pse, a e dini? Se këto bëhen sebeptar që ati që është për një men zorë, që duhet me i një muë, edhe është e stafë, është domaqin që e këthem borgjën, më tut njeri me i dhonë. Pse? Se thot filonim ka gjek, filonim ka përvlu, thot, une s'muj me i dhonë më kërkujt. Edhe si një monë. Kush bon sebeptar, bon që qaj i cili me valla billa ja merë pasunia në njerëzve dhe fundosët në borgjë. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, o Allah, për kërkoj mbrojtje nga ti, të mbrojsh ose për të lutna,
nga borgji. Borgji është shumë punë e madhe. Me mujt me aek njeri borgjin borgjlijes, se vapin e ka të Allahu xhalla xhelaluhu shumë se vapin. Wa fi riqab. Tha Allahu xhalla xhelaluhu edhe ti blesh ato që janë të robnum apo të burgosur. Në qoftë se marrë me vesh për shembull se një musliman ka rënë dur të armikut, ka rënë dur të shkavit. Edhe ai ka burgos. Edhe lip ai për ta liruat të burgosurin, lip prej muslimanëve 1 milion euro. Musliman të obligohen të mbledhin zekatin, nëse s'kan buxhet tjetër, edhe t'ja paguajnë 1 milion euro që ta lirojnë nga burgi. T'ja paguajnë avokatin, t'ja paguajnë ato që i kërkon. Allahu po urdhnoi ka me adhon edhe atij si kategori prej kategorive të zekatit. Edhe në fund ka thonë wa fi sabilillah. Kategoria e fundit është edhe në rrugën e Allahut. Rrugën e Allahut, të cilët kanë shku me luftu për i Zotë Zotë. E ki marrë vesh se u ka qenë një front, edhe në atë front musliman kanë nevoj për të ndihmue ushtërien e muslimanëve, obligohen musliman të mbledhin zekatin edhe të qojnë atje. Ashtu si i kanë mbledhur në përdunja zekatin kur ja kanë dërguar ushtarëve të QKS. Të regojnë se Mulla Jakupi, i Slupçanit, Allah e bof për i xhenetlive, kur ka plas lufta në Maqedoni, ai ka shkuar në Turqi. Edhe pastaj për Turqia ka shkuar në Egjipt, për Egjiptit kur u ka kthi me 900.000 marka, që ja kanë dhënë zekat për ushtarët e Turqisë. E kështu në këtë rast, muslimat mbledhin edhe japin në kategorinë e Zotit. Tash, ata të cilët janë në rrugën e Zotit janë sefte ato që kanë luftu ushtarët. Me oble ushqimin, me oble nevojat, që ka i kanë. Dhe disa dietarë kanë thonë ato që shkojnë me studiu në rrugën e Zotit. Talebe. Kush o talebe? Kush o talebe, kush o student? I takon me edhon zekatin. Por në këtë rast duhet ta kemi një parametër. Parametra është ai studenti i cili ti mendon me adhon zekatin apo me adhon fitret, duhet të jetë musliman. E para, duhet të jetë i agjerueshëm. E dyta, jo ka shku me studiu ai s'ma Ramazan, ti do me adhon zekatin, me adhon fitret. Jo. Duhet me agjeru, me kon i agjerueshëm. E treta, duhet me kon që e fal namazin. Në qoftë se ai ka shku për studion medicinën e atë këtë student. Po marr parasysh ka studion, student, nuk falet, këtë rast nuk i jepet as zekati as sadakatul fitr. Duhet të jetë nga personat që falin namazin. Falin namazin. Këto janë kategoritë që ka i takojnë zekati apo fitret. Se po na vinë pyetjet vazhdimisht, edhe veç lajmërohen hoxha kuj me adon, e kam një rast kështu, e kam një rast ashtu. Jo. Hoxha filani është i smut, ai takon zekat. Në qoftë se është pasanik, ai se dënë të jetë i smut, si takon zekati atë. Allahu nuk ka thonë jep janë i smutive. Në qoftë se është fukara, edhe i smut, atëre normal që i takon. Ai takon zekatin nanës, një pyetje që ma kanë shkruajtur në telefon. Ai takon zekatin nanës, apo ai takon zekatin babës, ai takon zekatin motrës, ai takon zekatin vllajt. Këto janë pyetje shumë banale, shumë të ulta, kategorisë të nivelit të ult. Muslimani nuk guxon ta lojë motrën e vet që të bëhet për zekat. Muslimani nuk guxon ta lojë vllavin e vet që të bëhet për zekat. Për nanë, për babë, vëllezër, nuk bëhet më hiç muhabet. Nana zguxon kur baba me konë në pozicion që të pranojë zekat. Gjali punon, gjemti punojnë, qikat i kanë punë të mirë, nana ka me morë zekat të mirë. Edhe shka ma e ronë, edhe ma e keqe, edhe ma e ult, e vladit i thojnë non ma i qëtu zekat, se dhe. Zotë nuk ka rasi kështu.
Domethënë nana duhet ndihmohet jo në këtë mënyrë. Kjo është mënyra që muslimani solidarizohet me musliman tjerë, jo me nana dhe baba. Nana dhe baba është pronar apo pronareshe këtë pasurisë tonë. Shka kiti pasuri është e babastana dhe namastana. Te vllavi dush me i ndihmu, te motra dush me i ndihmu, ndërsa nuk dush me leju që dohen për zeqat. Lusim Allahun dhul xhelal që Allahu krejt nevojtar të furnizon inshallah.